Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë pranë jush lajmet edhe ngjarjet më të fundit, lëvizjet më të fundit në fakt nga jeta e personazheve që ju i doni me zemër. Unë e di që ju e keni përqafuar jashtëzakonisht shumë çiftin Selimbo, konkretisht Selinën edhe Gimbon. Jeni shumë të pasionuar pas tyre, dëshironi të dini çdo lëvizje të tyre, çfarë bëhet me fatin e tyre, ku janë ata, nga shkojnë ata, si është jeta e tyre, si është përditshmëria e tyre. Edhe pse në fakt Selina dhe Gimbo kanë përzgjedhur që muajin korik, ashtu siç e thash edhe më herët, t'ia kushtojnë energjisë pozitive, do me thënë të bukurës, shëtitjes. Ndryshe nga personazhet e tjerë publik, të cilët në një farë mënyre janë fokusuar tek puna, tek e ardhmja për të ndërtuar një diçka në jetën e tyre, Selina dhe Gimbo siç duket i kanë lënë gjërat të rrjedhin, që ndajnë shumë kohë bashkë dhe që kanë krijuar një afrimitet të jashtëzakonshëm, kjo gjë duket nga lëvizjet e tyre. Në çdo fundjavë, le ta themi, Selina dhe Gimbo preferojnë që të udhtojnë diku. Dhe këtë herë, nga analiza që kemi bërë ne, nga informacionet që kemi arritur të kuptojmë, Selina ka përzgjedhur dhe Gimbo të shkojnë drejt Ulqinit dhe konkretisht duan të shijojnë këto ditë të ngrohta në plazhën e vogël në Ulqin. Janë postuar disa fotografi, unë e shoh një Selin shumë të lumtur, një Selin shumë të realizuar brenda vetes së saj, një Selin shumë të bekuar, e cila në fakt ndjehet e arritur në të gjitha dimensionet, sepse unë mendoj që Selina nuk ka fituar vetëm Big Brother, Selina ka fituar më shumë se Big Brother, ka fituar një rrugtim, ka fituar pozitivitet, ka fituar energji të mirë, që të gjitha këto në fund të ditës shpërblehen dhe unë e shoh që Selina po shpërblehet në këtë rrugtim. Çifti nuk ka përzgjedhur që të ndërton një diçka apo të sjellën një podcast ashtu siç bëjnë VIP-at, apo të sjellën një, domethënë të krijon një kontratë verore në Top Channel. Çifti ka vendosur që të shijojë momente, ka vendosur që të kënaqet, ka vendosur që të jep përparësi dashurisë edhe njëri tjetrit. Dhe kjo dashuria me patjetër që është shijuar dhe është kënaqur dhe vazhdojë të kënaqet në Ulqin. Gimbo dhe Selina janë çifti më i vërtet me sa unë kam arritur të kuptoj, gjithmonë në fakt kam patur besimin tek këto të dy, sepse edhe në Big Brother i kam parë që kanë një komunikim të jashtëzakonshëm, edhe në Big Brother e kam parë që kanë kimi të bukur dhe zakonisht të çifte që kanë kimi janë edhe çifte të suksesshme. Edhe këtu unë pash një Selin të suksesshme dhe shoh një Gimbo të suksesshëm. Më thënë, shoh një çift që vërtet ja vlen që t'i duartrokasim edhe t'ju qëndrojmë pranë.